jam Lela. Çka ndodhur? Ka arrestuar Gonën. Arrestuar? Ti e di, kur pit do të djeg diçka patjetër. U dhe dhe i vuri flakën Peshkaregjës. Peshkaregjë që digje ishte ndrejt pash. Po jo, për fate e shuajt në zjarin, por Gonin arrestuar. Im shikoj. Dëmtim të pasuri socialiste, thanë. Sabotim. Ju e dini që për këtë mund të kalbesh në burg. Në mos po... O, Niko, ti e di, ti e rritur me të. Nuk e ka bërë me qëllim. Pastaj, ai është besnik i partisë. Ti e një dhe kryetarën e degës. Sekretar partije je. Profesor i njohur edhe si do që ty të shkon fjala. Që i vogël nuk linte minje mace pa u vënë zjarrin. Duhet ta ngre këtë dolli, profesor Niko, për ty që je miku im, që je vëlla im. Pa ndërhyrjen tënde jeta e familjes time do ishte shkatëruar. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar. Këndojmë. Do të pi rakinë moj me kupët e argjente. Do të bëj kupën thëri me Jorgjice, se ma dogji zemrën time, Jorgjice. Thonë bota jam I mare, Jorgjice. Unë pitë shuaj zjarë, Jorgjice.
Po shkoj drejt një ëndre për Po të vëritë t'ju blej. Është më mirë t'ikin se këta namaz. Miru pafshi. Janë fare ëndrën e Se me rrugën e parë do t'i blej një televizor. Drejt totalisht. Po dal nga burgu, po shkoj drejt një besar. Poshtë Mëngjes. Nuk të ndjeva fare, kur e ngritur? Nuk kam pjetur mirë, Shantën. Pse? Kam parë një ëndër të keqe. Çfarë ëndra? Ishin shumë copa letrash në qiell. Ishin binin si shi I bardhë. Dhe unë isha vetëm. E po, ka për dalë mirë. Do të marrësh lajm të mirë ke për të parë. Le të shpresojmë. Ku po ikën ti? E kam lënë me njërin të mëngjenja, 2 studentë. Miru pafshim. Pafshim. Mirëmëngjes, zotë Niko. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shoku Niko. Mirëmëngjes. Vamos, vamos. Vamos. Vale. E po na çmend të komer. Vamos. Çdo ti dieti avasësh. Hip edhe spit komerësh. Po çfarë bën shumë valla? Po s'keni fajin. E ti usë kush e ka fajin. Po për më. Hik më vaje, nuk dua. Nuk dua as do marr as kri. A bëni nuk dua. Nuk dua as do marr as kri. As I want you Hajde mbarove? to be. Po, ja tani. Hajde pra se bllokove banjën ke gjysmë ore. Dola. Mos je shumë e lyer ti? Po të pajtat kështu, ha? Jo. Mirë pafshi. Niko. O, Fatmir. Si e? Mirë. Si kalove në Itali? Mirë, çka? Rim këtu se nuk fryn. E takove Kelin? Duhet të më besosh. I kam vajtur 4-5 herë në shtëpi, po nuk munda ta takoj. Takova atë shokun e tij, si e kishte emrin ai Roberti. Djali sjellshëm ai. Vetëm se Çfarë?
Jo, unë të kam ikë dhe duhet të ta them. Tani mbase është vetëm një dyshim im, po më dredhonte kur e pyese për Kelin. Jo është këtu, jo është atje, jo është me shërbim, siç më krijoi një ndjesi të çuditshme ai. Edhe vetëm kur unë insistova fort më dha një letër për ju. Gjithçka më tha është shkruar këtu. Niko, mendoj që e mira është të vesh vetë, por pa e lemëruar. Me një fjalë ta mbefasosh, më kupton? Ja dhe letra. Oh, ik! Letra! Sa i shes në të banane? Më falë, mendova se ishe t'ju shes. Në të vërtet... Shisni këto bananët apo jo? Sa i mbane, pra? 50. Sa? Shumë, Meri me 30. Dashur Keli, sot ishte një ditë e veçantë për mua. Për herë të parë Babi doli në pazar për të shitur banane. E hodhën në rrugë pas 25 vjetësh pune të ndershme si profesor. S'mund të japas mësime private. Njerëzit s'kan lek. Letrën që na çove me Fatmirin. Po i shkruaj. Vinte të qaja, kur pash babi, një profesor i njohur, të shiste banane në rrugë, vetëm të fshije, por është i detyruar, s'kemi më lek. Gjithçka kushton shtretë, sepse e vajtë dhe babit më duhet. U bën ka shko që s'marri më lajme për te, përse s'na merr asnjëherë në telefon. Babi që vuan, kam frikë për ëndrrave të tij. Sa banane? 30. Ja, 2. Sa? 2. Ese. Sa keni banane? 30. Io vuoi banane?
Pse më shef? Pse të shofe? Me sa ishte banane ti? 30 ishte. E diti që jene një shoqëri demokratike? Edhe pranaj që banane do t'i shes me 50? Banane do t'i shes me 50, se për ndryshe ti marrë banane t'i fusë në bëth. Mo e vesh apo jo? Trujt, zoti trujt. Dalë sot në pazar? Pse të shqetësoj ty? Jo, po më duket i çuditshme. Do të dalë, mos ki merak, rije qeti. Mos i fol ashtu vajzës. Çfarë ka sot babi? Nuk e furnizojnë më me banane. Se i ta do shpëtoj gjithë botën. Shkoni shet më lirë se tjerët edhe, ja prem burimin, ja. Si theti për ato hallet e botës? Po ti për ati, se ti do shpëtosh gjithë dynjan ti. Unë kam hallet e mia. Fitojmë një parat, shkojmë te Keli. Letra ti merera, unë po çmendem. Mirë. E di, mua më duhet familja ime, nuk më duhen fare punët e tua. Do të shkoj të flas me kapon e tyre. Me kapon? Po, me kapon. Do shkoj t'i them të më lërë të qetë, të fitoj. Nuk më duhen lekët. Dëgjoj, lutem shumë duhet kesh kujdes, ë? Ti e di si janë ata. Ato se kanë për gjë. E di. Nuk është nevojë të më kujtosh ti. Të lutem shumë ki kujdes. E më shtyn, e më thua të kem kujdes. Kam frikë. Je i mrekullueshëm. E theri për 27 minuta. Për 27 minuta, ha? Zotigoni. Amar smotin. Gondoqi. Niko. Niko. Po ku jesh dukur gjithë këta vjet? O zot, as ma merr dhe mendja të çija sot këtu.
Sa vjetë të bënë që nuk kemi parë, s'bajt mënd. Hajt. Shkoni për parë. Piqani mirat qenjin, e? Zerqe, në silë një shiqeraki. A i është kuartieri im general. është peshkaregja që punojnë në kone e partisë punës. Peshkaregja që i Urazjarit, kujtojnë? Si s'më kujtojnë. Ajo barkë më sonë. Kur filloj e kësodi me të shkova për herë të parë në Itali me një ngarkesë të mire bujatësh. Fitova mjaft për të investuar. Më vonë e bleva, po për të më kujtuar të kaluar. Tani e përdor për të peshkuar, për të argëtuar. Na, pi. E ti ç'ke bërë? Jo ndonjë gjë të madhe. Tani jam i pa punë. Dhe di pse? Për shkak të asaj barke. Për barkën? Peshkaregjën? Kur i vure zjarin, shkova tek kryetari degës për ty. Po? Për të liruar. Tani më akuzojnë si bashkëpunëtor të sigurimit. S'është e mundur. Emri. Më thuaj emrin. E ç'rënd si ka. Nëse unë jam një pa fat, një pa aft. Ose mbase nuk di të ambientohem me realitetin. Tani faleminderit djalin nga Italia që më ndihmon. Unë jam një kafsh. Po jo është për ti i mrekullueshëm. A e di se çfarë është nikua për mua? E di që është s'ka. Më shumë se një vëlla. Asnjë vëlla nuk do të bënte atë që ka bërë ai. Më ka shpëtuar jetën, duke rrezikuar të vetën. Dhe unë si shpërblim. Ajo natë. Djalin e thikë vetëm. Unë jam kafsh. Sa i veri jashtëzakonshëm. Si ka thënë as i fjalë të jati se si sjell kafsha gondosh. Qaj, mërë. Qaj dhe ti. Sa i
Po, shtërgjia, po. Jo, shpirti im rretullushëm. Ti e ndjeshën sepse ti qanë shpirt. Po jepi ca lek ati Nikos. Të kështu la dhe ndërgjegje. Beso mu. Mirë të dhe, jepi ca lek. Sa mua më çoni tani. Ti do të rish këtu. Goni do të bëj deputete. Do të bëjmë bashkë kandidaturë. Unë ngritëm në fundë. Kam një jetë të tërë martuar me ty, po si këtë herë s'të kam parë kurrë. Sigur kishe pirë helm, një raki. E kam stomakun bosh. Po sigurisht. Mase egzagerova pak, po pas kaq vitesh i pash Gonin. Ka ardhur në letër. Jo, po kanë ardhur 3-4 herë njerëzit e Gonit edhe kanë lënë një çantë aty. Çfarë çante? Janë 4 ose 5 milion. Nuk e di, po... Mase... Nuk kam base. Nuk dua mëshirë nga askush. Niko! Amar, po ke humbur gjithë të kohë. Pritë për qapoj një. Si e? Nga shpia si ke? Po Ninën si e kam? Mirë. O, sot, Niko, sa vite kemi pa u parë, ha? Goni ishte me disa miq tuaj. Ç'është ja faresh? Tani është duke ardhur. Jo është duke ardhur, por është këtu. Për Niko Gjinin jam gjithmonë në dispozicion. Në çdo orë të ditës dhe të natës. Hajde shkojmë në studion time. Atëherë unë po bëj kafe. Kemi edhe kamarier, por për ty do ta bëj vetë si dikur. Atëre? Pse ke ardhur? A nuk të mjaftojnë lekët? Folë, dhe sa të duhen akoma? Unë duhet punoj qetë për të mbledhur në një lekë, vetëm kaq. Hajde, Niko, merri tani dhe të mos flasi më. Ti më ke ndihmuar dikur, unë do ndihmoj sot. S'ke pse të fyesh. Po ti po më paguan për atë që unë kam bërë 20 e ca vjet të shkuara për ty? Jo, çfarë flet? Unë dua vetëm të të ndihmoj, kaq. Nëse ti fyesh. Mos i merr, s'të detyron askush. Çfarë mund të bëj për ty? Do të punosh në dogan? Është një punë e thjeshtë edhe me bereqet. Jo, faleminderit. Jo, unë kam ndërmend të investoj edhe në fushën e kulturës. Dua të ndihmoj pak ta intelektualët. Ndaj ca çmime, të jap ca lek, Dua të hap edhe një shtëpi botuese. Ja dhe kafe? Po. Unë edhe Lela ju ftoj për dasmën e vajzës. Po, jeni të ftuar. Ama duhet vini patjetër. Faleminderit. Atëre, i dashur Niko do ta bëjmë kështu. Unë të furnizoj me mall dhe ti shite si të duash. Lekët më jep kur të kesh shitur mall.
Faleminderit. Kështu është më mirë. Mirë, je i që tani. Po të dërgoj qunat e bëjnë gjithë shkata. Niko Gjini, je gjithmonë i njëjti, akoma me ndërgjegje të pastër, me ndershmëri. Po as priftëri nuk e ka i të pastër. Leri, mbili pastaj. Kur fillojmë mësimin hyjmë me marrim. Hapim librat në faqen 57, vazhdojmë me ushtrimin 4. Asnjëri mos të vizë, ta duhet. Vetëm ti. Pa jo është mësim. Kur të mbaroj... Duhet vi tani. Nuk ju një, nuk kam punë me ju. Po jemi ne që kemi punë me ty. Ço hajde. Ço, besh që nuk do. Ta plumi gojë. Ragazzi, ta plumi gojë. Jo. Edhe në shop se me vjes njeri, ta bëj kasapone këtu. Deti, jo. Deti! Ço. Zhvishëm. Nëse sillesh mirë sonte në Itali si princesh. S'dua t'i në Itali, dua studioj. Do të studioj. Me që do ta fillojmë? Zgjidhe ti. Ku do që ta shuaj këtë? Këtu. Apo si quhesh studente? Eda. Eda kush? Eda Gjini. Eda Gjini Zhvisho. E nëse sillesh mirë në Itali. Ke njeri në Itali? Po, kam vllajn. Ata të qojnë në Greqi. Si e quajnë vllajën tënd? Keli. Kel Gjini. Si është nga pamja ky vllai jot? Është i gjatë me flokë gështenj. Po ju çfarë bëni? Mendoj të ndërhyjmë. Janë ata të bandës Cakut. Jo. Gjaku kërkon gjake. Jo. Është e vetmja mënyrë. Duke vrarë ama. Me ta nuk ka rrugë tjetër. Unë nuk e ndjeti që lloj kundër askujt. Mirë atëre. Gjem dikë me pagesë. Nga shtëpia ime nuk del askush me armë. Nuk dua të derdhet gjake. Nuk më bën asnjë gjë. Më liruan vetëm sepse jam motra Kel Gjinit.
gjithëve që na keni nderuar sot, të dashur dhe vajzën tonë, dhe Robertin, është dhe një gëzim i madh për familjen tonë. Është një gëzim i madh për gjithë fisin tonë që na vajza në rritur. Po na martohet. Ta ngrem të dollim për shëndetin e çiftit. Na trashëgohet. Ka njeri. Kush është? Desha të flas me Cakun. Caku nuk është. Po çfarë kishe dhe që ta pyesje për gjë? Si të them, desha ta pyesje. Mund të më pyesësh mua se Caku nuk vjen sonte. Kush është ai? Imbir, vllai i Cakut. Ma vranë tamam aty te pragu i derës. Më vjen shumë keq. Ka qeri. Kam frikë shumë për Cakun. Ti kishe ndonjë hall? Para ca kohësh, më rëmbyen vajzën. Dhe ma liruan sepse njinin ti mbir. Njëri prej tyre është yt bir. Caku.
Çfarë ke, je mirë? Ti je baba I Kelit? Po. I mbirë fshihet tamam prej ti. Të lutem Sinan. Thuaj të birt mos akmerret. Mos më lër të shkret, sepse është e vetmja dritë e syve që kam. Të lutem, ishte keq kuptim. Nuk e dinte se ishte motra e Kelit. Të lutem. Të përgjerohem. Të lutem. Të shoh akoma pak të trishtuar. U bën kaq kohë që nuk marrim më letër nga vllai. Mbi të bjen shumë dyshime, po nuk I besoj. E di që ky është një moment I vështirë për ty. Po ne tani jemi bashkë. Nuk e se, ky është një vend I mallkuar, që gjithë duan t'ikin. Këtu nuk kam asnjë shpresë. Bas edhe për mua do ishte më mirë t'ikja. Po? Ikim të dy. Këtu të vrasim gjithçka. Ja tamam, por këte nuk duhet t'ikim. Po duhet fitojmë pikërisht këtu. Çfarë ke? Çfarë ka ndodhur? Do nisëm sonte. Sonte? Po, sonte. Në skafet. Po e di që është e rrezikshme. Pastaj si kështu pa pritur? Do të nisëm sonte dhe pik. Do bëj gati ato klorinti për vajtim. Nuk I kam. Si nuk I ke? Dhe në shkelit kuriko. Nuk mund ta lija djalin ti këtë pa gjë. Mirë, mirë. Do të nisem pas sonte. Të gjithë kanë frikë prej te. Unë jo. E prandaj jam duke ardhur në skaf. Po kaloj të njëjtin det. Po provoj të njëjtat emocione. Po vi në Itali. Scusate. Scusateci. Çfarë bën, mor? Çfarë bëni, mor? Çfarë bëni, mor? Çfarë bën, mor? Zotin Nikogjini, në bazë të artikullit të ligjit mbi emigracionin, duhet të lërë brenda 48 orësh territorin e shtetit italian. Për sa I përket zotit Kelgjini. Buonasera, mi scusi, abita... Shqiptar? Po, jam Niko. Babaj Mikelit. Ti do t'jesh Roberti, po jo? Kelim ka shkruar për ty. Ka ndodhur gjë? Jo. Hajde, urdhro hyrë. Keri është në punë? Në punë. Kur kthehet? Ne punojmë me turne. Keri është me shërbim. Po, pse s'na lajmëruat më parë? Duhet të marr lej për të ardhur e për të parë ti mirë? Apo mbase u shqetësoj? Jo, vetëm që të dinim t'ju prisnim. Si është e rrugën e gjeta dhe vetë?
ndodhur Gjikelit? Më thuaj të vërtetën. Jo, asgjë, vetëm se nuk e prisni marrëdhjen tuaj kështu me njëherë. Mua do më falësh se duhet shkoj. Duhet iki deri diku. Ti duhet shlodhesh se je i lodhur, aty është krevati. Këtu ke edhe për të ngrënë. Unë do të vënohem. Natën e mirë. Berti. Ishte një rëmujë të mëshme. Njerëzit ziheshin për ti punonia. Disa edhe nëpërmjet litarë. Ndjej dëshira për tikur. Për tikur. Nuk do të harroj kurrë. Sa dove un bar degli albanesi. Mi scusi, sa dove un bar degli albanesi? Sarà in Albania, dove vuol che sia. Nuk po flet. Si do ti? Mund të flet? Është nata e dytë që u pres. Ndërsa ti unë shpinë tënde si një hajdut. Unë di gjithçka. Gjithçka? Çfarë? Në bashki. Në adresën tuaj nuk ekziston emri i Kelit. Nuk në keni marrë asnjë në telefon. Kur keni dhënë telefonin në shtëpi. Në librin e telefonave nuk është emri i Kelit. Ai fshihet sepse bën pislëq.
Ai nuk ka bërë asnjë pislik. Vajzën time e rrëmbyen në Shqipëri. Për të përdonuar e bërë prostitut. Dhe e liruan vetëm sepse ishte motra e Kelgjinit. Njëri prej rrëmbysëve fshihet të mos u vrarë për ti. Kjo është e pamundur. Mere. Lexoj këtë. Kjo nuk ka mundësi. Të gjithë dhjesin në brek prej Kelgjinit, Trimit. Shohim nëse do t'jetë kaq trim edhe përpara babait vetë. Edhe ti, në qoftë se je burr, lajmëroj edhe i thuaj që unë nuk lëviz prej këtej, derisa ai të vi e të më shpjegoj gjithçka. Bile do shkoj vetë ta kërkoj. Scusa, dobbiamo chiudere. Io sono Nico. Nico. Padre di Kelly. Tu nuk ka shi. Rrim pak. Merdi shumë keq. Nuk dhja si thosha. Si të vajti në mund të njerë të thoi që unë jam e dashur e djalit vetë? Nuk i thash unë. Duhet ketë parë fotografin. Së të isha të përzjesha me këtë histori kështu, drejt për drejt. Kur e gjitha para vetes së dhja si thosha. Detyrova t'i tregoja të njëjtën gënjeshtur. Përshtatesha. Ai është i bindur që unë jam e dashur e Kelit. Ti e kupton këtë? Ne nuk mund të vazhdojmë ta gënjejmë. Unë jam shumë keq. Ne duhet të themi të vërtetën edhe me një herë. Situata është më ndërlikuar. Lexoj. Atëherë Keli... Lexoj deri në fund. Si duket? Kelgjini i njeriu për cilën flitet këtu. Absolutisht jo. Prandaj duhet marrë vesh se ç'ka ndodhur. Ki kujdes. Gli ispettori, via, corri! Portate via da mangiare, anche tu, lì, dai, corri! Bravo, nuk duhet të gjej këtu. Mutin, duhet vini tamam kohën e pushimit. Qiet muti. Ne vera bëjmë duar gjatë duke punuar. Dhe këta shkëllan të lëre ata s'ta është bukë. Vazhdoni akoma të punoni në desë. E çfarë të bëjmë tjetër? E ti pse ke ardhur? Çfarë duke kërkuar? Po kërkoja pasaportën e Kelgjinit. Pastaj kujtova që ta kam dhënë ty. Kelgjini? Ti kërkoje pasaportën e Kelit dhe unë ta dhash. Ç'e ke bërë? Nuk më kujtohet. Si s'kujtohet?
Them të vërtet në shita. Më duheshin lekët. Ku t'ja ke shitur? Njëri që takova në një bar. E ku që ka tani? Nuk e di. Dëgjoj. Baba i Kelit është në Torino. Ai kërkon birin gjithandej. Duhet bëjmë patjetër diçka. Kush e mban emrin e Kelit? Mora vesh ndonjë gjë? Takova Lanën. Edhe? Kelgjini është tu. E takove? Jo, do të takoj nesër. Megjithatë, Niko kishte drejt. Kelgjini është një emër që të fut frikën. Ti je sigurt që është ai? Ka ardhur një ditë pas nesh. Është i gjatë, flokët e verdha, quhet Kelgjini. Duhet jetë ai. Megjithatë është ajo historia e pasaportës. Lani e ka shitur. Shitur? Pse? Kujt e ka shitur? Nuk e di, kur erdhëm këtu Lanin e kapën dhe i dhanë letrën e dëbimit. Do të thonë, i duhet një pasaport tjetër. Një emër tjetër. Unë i thash pasaportën e Kelit. Pastaj ai i ka shitur. Çfarë ke ndërmend vesh? Nesër do marr vesh ndonjë gjë. Kush është? Kje? Më falni, po, kush jeni? Ti e Niko? Po, e ju? Deshe flisje me Kelin, ha? A i nga ka që?
Kelly. Dil nga errësira. Dil nga errësira dhe shikohet të tatë në sy. Ku është i mbirë? Më thënë që do të takoja Kelin. Do me thënë ti e Niko Gjini që doje të takoja Kelin. Ku është i mbirë, po thënë? Do në mirë të rishurt, e të përgjigesh pyetjeve. Kur ka ardhur në Itali? Ka një javë. Me se ka ardhur? Me skaf. Për çfarë arsye ka ardhur këtu? Ka ndodhur shumë gjëra nga shtëpia. Çfarë gjërash? Kanë humbur vajzën. Edën? Po. Pse e liruan pastaj? Sepse kishin frikë për i mbiri. Kelis, lindur në Durrës me 23 qershor. I biri i Nikos dhe i Ninës. Banues në lagje Nako Spiro. Pallati 90, apartamenti 14. Apo ja? Po. Po ti nga i di? Unë di shumë gjëra. Di që ai s'ka telefonuar asnjëherë. Jo, asnjëherë. Di që policiat ka dhënë letrën e dëbimit. Si është e mundur që i di gjithë të gjëra? Unë di gjithë shka që ka të bëjë me Kelgjinin. Ti çfarë di? Di që të gjithë kanë frikë për i ti. Po ti? Frikë? Për i ti mbiri? Vetëm se më vjen turp. Prandaj duhet ta shoh në sy. Më shiko mua në sy. E di që e ke shok. Përderisa e një kaq mirë. Dil. Dil e ki kucinin të më shosh. Nuk është atje. Dil që këtu! Ti? Ku është Kelly? Jam këtu. Që keni bërë të mbiri? Ku është i mbirë? Kull? Me vetë, a i do të ati më mirë. Berti! Berti, ku është Kelly? Na qatë bythën! Zireni jashtë! Ku është Zireni jashtë, zireni në punën! Berti! Ku është Kelly? Kush ishte ai? Tina Hajdari. Është njëri i rrezikshëm. Kërkohet nga policia. Shefat e tij janë me pozitë si në Shqipëri ashtu edhe në Itali. Ai ka ndruar shumë emra. Tani quhet Kelgjini. Pse pikërisht Kelly? Sepse mban pasaportën e tij. Me zgjerave të Kelly gjeta këtë letër. Do t'jem atje për ditëlindjen time. E do t'ju bëj të gjithëve një surprizë të bukur. Sot është ditëlindja e tij. Ku është Kelly?
erdhi kur në Itali. Vetë në det atë natë. Atëre, kush na i ka dërguar lekët? Kush na i ka shkruar letrat? Kjo letër ka shkrimin e tij. Letër? Kam gjetur unë në gjukën e Kelit. Dërgonte një vajzë në Tiranë. Tonë të thejve se rëzishme ta. Përsa unë e kam shkruajtur me muaj të tërë për imituar shkrimin. Kurse lekët i kam dërguar unë. Kam dërguar unë sepse isha në borç. Kam prishur monedat e juaja të Floririt. Isha nevojë. Përse? Përse na ke dashur gjithë të kohë? Përse? Fal. Fal. Gabuar. Dedi ishte i trazuar. Një grua me fëmijën e saj kishte rënë në det. Gjithë kishin frikë. Kurse Keli nuk hezitoi t'i hidhej. U hodh dhe i shpëtoi. Nuk e kapi do tani. Anke është dush. Nuk më mori kur në telefon. Nuk desha të besoj. Ti ke një shok. Një farë kondoqi. Kam një shok. Kohët e fundit më ka ndihmuar mjaft. Ai është një vrasës i ndyrë. Atë natë, anien e drejtonte ai. Unë shkova për t'i thënë që ta ndalonte për të shpëtuar të birë. E vazhdoi. Një kutime miqtë tu. Edhe unë. Janë letrat tuaja që ma keni çuar. Janë edhe të tuat. Më fal.